Sot do të përgatisim një byrek të thjeshtë dhe të shijshëm me spinaq, i cili është mjaft praktik dhe nuk kërkon shumë minuta përgatitje. Sot na duhet 400 gram spinaq, i cili është larë dhe gryrë më parë. Tek spinaqi do të hedhim vaj, 200 gram djath ose gjis, krip. Do ta ngjeshim mirë me duar derisa spinaqi të rregjohet plotësisht. Tashmë e kemi gati dhe do ta heqim në njan. Ndërkohë në një enë tjetër do të hedhim 2 vezë, 500 ml qumësht, i cili është në temperaturë ambienti. Do të hedhim vaj, pak krip dhe do t'i përzihem mirë. Për këtë recetë kam përdorur një pako petë të gatshme, siç e shikoni edhe në video paketimin, i cili ka 500 gram dhe rreth 15 petë. Petët do t'i rëndisim një nga një në tavë në të cilën poshtë kam shtruar letër pjekje. Dhe çdo petë do ta lyej me masën që përgatitëm, me qumësht dhe me vezë. Petët, siç e shikoni, nëse janë pak të gjata, do ta tërheqim një herë nga njëra anë, do ta lejmë pak më të gjatë dhe më pas do ta kthejmë. Dhe kur vendosim petën e dytë, do ta lejmë pak më të gjatë nga ana tjetër, në mënyrë të tillë që byreku të dali një lloj nga të dyja anët. Siç e përmenda dhe më parë, pako ka 15 petë, ku poshtë kam shtruar 8 petë dhe më pas spinaqin, siç e shikoni, dhe më pas sipër do të hedhim dhe 7 petë të tjera, me të cilat do të veprojmë në të njëjtën mënyrë, do t'i rëndisim një nga një në tavë dhe më pas do t'i lyejmë me qumësht. Vazhdojmë ta përhapim mirë spinaqin nëpër të gjithë tavën dhe do të rëndisim një nga një petët e mbetura. Pasi kemi përfunduar me të gjitha petët, qumshin që do të eproj, do t'ja hedhim sipër të gjithë byrekut. Dhe do ta presim. Prerja bëhet sa për t'i dhënë formë, mund edhe ta lini ashtu siç është, sipas dëshirës, por pasi të piqet është më e lehtë për ta prerë. Sipër, para se ta pjekëm, do t'i hedhim gjalp dhe do ta vendosim në furrë të parangruar me 200 gradë për rreth 25 minuta në varësi dhe të furrës. Tashmë sa po është pjekur, është akoma nxehtë. Ta nxjerrim nga furra dhe do ta lejmë të ftohet. Pasi është ftohur, do ta presim dhe kemi gati për ta konsumuar. Është një recetë e thjeshtë, praktike dhe del me të vërtetë shumë e shijshme. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit që më ndiqni.